Plas në Gjeorgji, Tbilisi në flak, sulmohet pallati presidencial. Tensionet të larta janë regjistruar në protestat në Gjeorgji ku trubusit kanë hyrë në pallatin presidencial në Tbilisi duke thyer barikadat metalike dhe u përplasur me forcat e rendit. Sipas burimeve, policia përdori gaz lotësielës, ndërsa dëshmitarë dhe mediat vendase raportojnë se janë përdorur dhe spraj piperi dhe ujë me presion për shpërndar turmën. Mijëra qytetarë, kryesisht mbështetës të opozitës, u mblodhën në qendër të qytetit duke bojkotuar zgjedhjet vendore dhe duke kërkuar çlirimin e kundërshtarëve politik, përfshirë aktivistë, gazetarë dhe figura politike të arrestuara pas protestave të fundvitit kaluar. Gjatë tupimit turma broëriste revolucion, situata aktuale politike në vend mbetet e tensionuar në zgjedhjet vendore të kësaj fundjavë që përfaqësojnë një test të rëndësishëm për partitë në pushtet. Ëndra gjeorgjiane pas fitores së kontestuar në zgjedhjet parlamentare të vitit 2024. Protesta organizuar nga këngëtari i njohur Pahata Burçalandadze, themeluesi i platformës opozitare Rustaveli Avenue, ndërsa 8 parti opozitare që bojkotojnë zgjedhjet janë bashkuar në këtë lëvizje duke i quajtur zgjedhjet një farsë elektorale dhe duke akuzuar për një operacion special rus.